رمضان إن الشوق فينا فاضح من ذا يلوم دموعنا بلقاك رمضان إن الدمع فينا غائر سبحان من بالمكرمات حباك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. I gjithë falenderimi dhe lavdërimi ka kon Allahu xhaleshahu, atë e falenderojmë dhe vetëm nga ai falja dhe ndihmë e kon. Salavat dhe selame i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe të ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër dhe besimtarë, u kemi bashkërisht të sante këtë natë të bekuar të Ramazanit, e që do të mundohemi të themi disa fjalë për emrin e bukur të Allahu xhaleshahu El-Metin. Emri i bukur i Allahu xhaleshahu El-Metin në gjuhën tonë ka kuptimin i pathueshëm. Emri i bukur i Allahu xhaleshahu gjendet edhe në Kur'anin famullar, përmendet në disa raste, në cilat disa prej tyre do i shtjellojnë në ligjëratën tonë. Allahu xhaleshahu është El-Metin, i pathyeshëm, i cili asnjëherë nuk mposhtet. Është i gjithfuqishëm, i cili veprimet e tij kur i bën nuk ndijnë lodhe sikurse ne krijesat që lodhemi. Çdo gjallësi në tokë, në qiell, kudo qofshin ato, e kanë siguruar riskun nga ana e Allahu xhaleshahu. Allahu xhaleshahu kujdeset për çfarë do nevoje që kanë krijesat e tij. Dorën Allahu xhaleshahu është gjithçka. Në surën Dhariyat, ajeti i 58, Allahu xhaleshahu thotë: Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Vërtet që Allahu ai është gjithfurnizuesi, zotëruesi i fuqisë, i përhershmi, më i fortë. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, ne, vëllezër të ndershëm besimtarë, mund shohim se çfarë harmonie të plotë gjejnë emrat e Allahu xhaleshahu në këtë ajet kuranor. Po mos jetë i përsosur Allahu xhaleshahu, nuk do t'jetë në gjendje të furnizoje krijesa të cilët ekzistojnë, krijesa të cilët ne i dimë, po ka krijesa të shumta që ne nuk i dimë. Me që e ka këtë përshëshmëri Allahu xhaleshahu, atëherë është i gjithfuqishëm dhe me fuqinë e tij është i pathyeshëm. Ai krijoi çdo gjë dhe i dha jetë çdo krijese. E njeriu i zgjodhi ndër krijesat më të mira sipërfaqen e tokës, mirë po i dha mundësinë e të logjikuarit, e bëri zëvendës Khalifetullahi fil ard, zëvendës së tij në tokë, mirë po gjithë këto begati dhe shumë begati tjera që janë dha njeriut,
ai nuk është në gjendje që dikuj t'jape diçka. Përmes emrit El-Metin, i pathyeshmi ne e kuptojmë dhe e shohim madhrinë e Allahut xhaleshanu, sepse madhria e tij te i kalon çdo madhri tjetër dhe këtu nuk ka vend për me pas mangësi. El-Metin i pathyeshëm është vetëm se Allahu xhaleshanu. Çdo fuqi tjetër një ditë do të psojë disa dhe një ditë ka mundësi. Ju e dini, nëse i shfletojnë Kur'anin famëlar edhe historinë islame, shohim se bota ka përjetu shumë perandorë, cilët mendojshin se janë të fortë, cilët me vetveten e vetë mendojshin se janë pathyeshëm. Por, sikur mos ishte historia, ata sot do të ishin vetëm pluhur dhe askush nuk dinte një fjali me e thunë për to. Ja kujtoj vetës dhe juve rastin e një diktatori shumë të madh, i cili ishte faraon, ishte një sundjetar, një tiran, një zullumqtar. Dhe ki mendoj se është i pathyeshëm, sa që e gjënzoj popullatën e vetë, e shpalli vetën e tij Zot. Mirë po fundi i tij ishte i turpshëm, sepse e pa fuqinë, e pa thyshme të Allahu xhaleshanu u dorëzua, duke tentu të shprehë besimin e tij, por ishte shumë vonë. Dhe në historinë mbeti vetëm se një njeri i nënçmuar, një njeri i poshtërsuar. Kur Musa alayhis salam me popullin e tij kalun bregin tjetër, faraoni me ushtrinë e tij akoma nuk kishte hyrë det. Me dalë njeriu i fundit, Musa alayhis salam e goditi sërish detin me shkopin e tij që të mshilët deti, të mbyllët deti. Por Allahu xhaleshanu thot: "Watruk al-bahra rahum innahum jundun mughraqun." Le pas detin e hapur, se ata me siguri do të fundosen si ushtri. Ajeti 24 i surës Duha. Pastaj Musa alayhis salam e kishte si qëllim të tij vetëm ta kalojë detin, por Allahu xhaleshanu kishte vendosur që ta dallon, ta ndëshkon njëherë e mirë faraonin për gjithë ata që kishte vepruar më herët me popullin e tij. Me të hyrë faraoni me ushtrinë, dy malet e ujit filluan bashkoheshin me njëra tjetrën. Por, erë momenti që po mbitet faraoni. Nëse e vizitojmë Egjiptin, ose dikush e ka vizituar Egjiptin, në shef se i kanë rrujt trupat e tij që i quhen momijet e faraonëve në Egjipt, krejt i kanë durët e kryzume në varë. Mumia e vetme që e ka durët ngritme, si kur kërkon të mbrohet nga diçka, është e faraonit. Në kohën që dy majet e ujit filluan bashkohen, ai e ngriti dorën sikur se ka dash të mbrohet, dhe ai u ngri në gjendje që ishte. Në surën Yunus ajeti 90 Allahu xhaleshanu e përshkruan kështu thotë: "Idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha
Benu Israila wa ana minal muslimin. Kur filloi të mbytet faraoni, e tha një fjalë: besoj se nuk ka zot tjetër përveç atij që i besojnë bijtë e Izraelit. Dhe unë jam njëri pi muslimanëve. Mirë po këtë e thot kur? Momentet e fundit të jetës, andaj momentin e fundit të jetës nuk na pranohet pendimi, sepse ki ishte një zullumqtar shumë i madh. Dhe vetëm i kujke se është i pamposhtur, kërkush në poshtë. I pamposhtur Elmetin është vetëm Allahu xhallahu. Të gjitha perandorit janë të poshtme sepse kanë fillim dhe kanë mbarim. Gjithashtu historia islame na tregon edhe rastin e Nemrudit, i cili pretendoi që sa është më i fuqishëm, s'kishte më i fuqishëm saj. I cili thoi që se unë jam i pamposhtur, i cili thoi që se së nuk del mua kërkush më para, i cili thoi që se vetëm unë jam ai. Mirë po, e humbi jetën e tij kur e sulmoi vetëm një insekt i vogël. U shkomandoi këtë insekt. Por pas Allahu xhallahu, i cili është i pathyeshëm. Ky është Elmetin i pathyeshëm. Gjithashtu, Kurani famëlar e kemi rastin edhe të zullumqtarit tjetër, i cili tentoi ta prishë Ka'bën. E kemi shpjegu surën vjetë, kur i shpjegum surët e fundit, Ebreja në ushtrinë e tij, duke menduar se Ka'bja nuk e ka Zotin e vet, me mendjen e tij të kufizuar, u çu dhe shkoi ta prishë Ka'bën që njerëzit shkojnë ta vizitojnë. Vendlindjen e tij ki ta ndërtoje një vendbanim sikur se Ka'bja. Mirë po Allahu xhallahu këti zullumqtarit ja ka zëvendën. Sepse edhe ki zullumqtar edhe Ebrehaja ishte ai i cili e kujke vetëm i pathyeshëm, e kujke vetëm se s'u e prek kërkush, e kujke vetëm se vetëm sa ai është. Mirë po Allahu xhallahu i dërgoi Zot me gunalica të vogël, shumë të vogël, me gunalica, kretë ushtrinë e shkatroj, i mure elefanta, me elefanta shkita ta prishe Ka'bën. Sot ka me vetëm se në histori. Sot vetëm se si histori e ka thënë, si ngjarje e ka thënë. Në fond, edhe ai ishte një krijes, sikur na që jemi krijesa të Allahu xhallahu. Fuqia Allahu xhallahu dhe të dashur besimtar është e panekujtë. Është e njëjtë sot siç ishte edhe dje, edhe do të jetë e tillë përgjithmonë. Allahu xhallahu gjithashtu në surën Ar-Ra'd ajeti 13 thot wa huwa ash-shadidul mihal. Ai është me gjitha fuqit i mundshëm dhe i ashpër në dëshkim. Që do të thotë se Allahu xhallahu si krijuesi i gjithësisë, në për këtij emri të bukur të tij Elmetin, i pathyeshëm, e ban të mundshme dhe të dishme se me madhrinë e tij, me fuqinë e tij, askush nga krijesat s'kemi shansë në matën. Lumi ai i cili e kupton që këtë fjalë mirë, sado që ki e pushtet, sado që ki e shnet, sado që ki e pasuri, sado që ki e ketur saka, ta dim vëllezër të dashur besimtarë se do të kemi përgjegjësi para Zotit xhallahu edhe për pushtetin tonë, edhe për pasurinë tonë, edhe për jetën tonë. Dhe të gjitha këto janë kalimtar.
Të gjitha këto një ditë do të shkojnë, sepse ne do të shkojnë, ne do t'i lajmë. Si që kemi cekë shpesh herë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë se secilin prej jush e përcjellin deri tek vorët 3 gjona për të cilave 2 kthehen prapë në arrim me ta. Secilit prej nesh ndodh kjo. Qoftë ke shëndimtar, qoftë ke mbret, qoftë ke kryetar, qoftë ke deputet, qoftë ke xhamatli, qoftë ke hoxh, qoftë ke tregtar, qoftë ke mësues, profesor, kretë njësoj që këtë gjendje e kemi. Kur deshin vita Ademit alayhis salam, 3 gjona e përcjellin, 2 thotë rrinë mas, një shkon me ta. 2 isin këtë botë, por se cilin vazhdojnë kjo. E përcjell familja. Ne kemi borç me njoftu familjen se ne ka vdek baba, nana, vllavi ose kush do qoftë. Dhe ata vinë e përcjellin deri tek vonë. I kryin obligimet që i ka secili prej nesh ndaj të vdekurve. Larja e xhenazës, falja e xhenazës, përcjellja e xhenazës. Sevapi i tyre e kemi shpjeguar në hadithin e pejgamberit alayhis salam, i cili thotë kush ja fal dikujt në xhenazën, sevapin e ka sa kodra e Uhudit. Ju që një kon haxhe dini. Kodrën e Uhudit se aballash. Çfarë sevapi kje? Po me përcjell të mundët edhe qatë sevapë. Kjo është obligimi të gjallëve ndaj të vdekurve. Mirë po, cili deri sot ka nejtë me të vdekurve? As kushi. E ki di shumë. Tu ka dhinë shumë. Deri të morët. Deri të morët, ma ta lena, nuk mujnë me nejtë. Se kështu e ka kriju Zoti Dhul Gjelal këtë periudhë. E dyta, që e përcjell deri tek vorët dhe nuk rritë vorët, dhe prapë. Pasuria. Në këtë botë vëllezër të dashur besimtar, do njëherë i kupim me vetën tonë pas pasurisë. Shpeshherë ndoshta dhe i lëmë ibadetet tona mas saj pasurisë. Shpeshherë ne i lëmë zekatin tonë mas pasunisë. Shpeshherë ne e lëmë haxhin tonë mas pasunisë. Nalë ne ta martoj gjallën, nalë edhe qikën ta martoj, ka dalë njerë edhe që këtë punë ta baj, e ta kry haxhin. Ose që ta këfilloj me dhonë zekat. Oj, dhe se të ndashëm, nuk është feja na që është dojnë. Nuk shkon feja me logjikën tonë. Nuk shkon feja na që shmenojnë. Nuk shkon feja na që shdojnë. Feja ka regullave. Feja ka dispozita, o dhe se të ndashëm për sëmtarë. Dhe ti që me ndonë kështu në këtë formë, kjo pasuri qënë dhe të gërë. Me neve, nuk je pasuria, një jashtë. E treta, që rrën me neve, është vepra, është puna. Lumja i cili punon për mira. Lumja i cili merë në këtë natë të vorit, vepra të cilët du t'i duhen edhe në natën e vorit, du t'i duhen edhe në jetën e në rezave, dhe të punë du t'i duhen edhe në ditën e ahiretit. Sepse, të gjithë ne vëllezër të ndashëm besimtarë, një ditë kena me e shiju, këtë moment, kena me e shiju, këtë qasë. Në përmjet emrit të bukur Elmetin, i pathyeshmi ne, du t'jemi nga ata të cilët të kuptojmë sa më herët, se vetëm Allahu Xhaleshanu është i pathyeshëm. Na jemi krijesa, na krejt jemi thyeshëm. Pasi kemi lindje, pasi kemi vdekje, jemi thyeshëm. Sa do që ta rinjë jetën tonë, do të kuptojmë se një ditë hargjohen, një ditë kryhet misioni jonë në këtë botë. Dhe Zotë të Xhaleshanu që kemi nga ata të cilët me të emër të bukur të tij, Elmetin, i pathyeshmi, e mësojmë si duhet, e kuptojmë si duhet, e shtim thellë në zemrat tona, që të ndriçojë zemrën tonë ki më i bukur dhe ta kuptojmë madhrinë Allahu Xhaleshanu, e cila është shumë më e madhe se sa këto fjalë që unë i thash në këtë çaste dhe në këto momente. E pamundur është vëllezër të ndershëm besimtarë,
sfigojmë ne që i kemi fillu të emrat e bukur të Allahu të Lëshanë, t'i thënë krejt fjallë. Ja është një pjesë shumë e vogël që e sfigova për këtë emër të bukur të Allahu të Lëshanë. Dhe Zotë të Lëshanë që ta kuptojnë mirë këtë emër dhe emrat tjerë të ti, shëndrisin në imanit tonë, në shëndrisin imanit tonë, dhe në përmet imanit tonë të reflektojnë në veprat tona të mira, alhamdulillahi rabbil alamin. رمضان إن الشوق فينا فاضح من ذا يلوم دموعنا بلقاك رمضان إن الدمع فينا غائر سبحان من بالمكرمات حباك